Profesor, nisur edhe nga ajo që ndodhi me USAID-in që u konfirmua mbyllja e 85% të projekteve, pra kemi një tërheqje të SHBA-s. Mund ta zër Kina këtë me brez dhe rrugë? Natyrisht që Kina ka elaboruar disa projekte shumë të rëndësishme, qoftë të Silk Road në pikpamje toksore, po ashtu edhe në pikpamje ujore. Dhe është investuar jashtëzakonisht shumë në krijimin e një flote super gjigande. Dhe po përpiqet që të shtyjë sa më fort për të qenë një fuqi e madhe detare, po ashtu edhe toksore. Por kapacitetet e saj mbeten ende larg atyre kapaciteteve që mund të rivalizonin me të vërtet Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani rikthehemi tek pyetja e juaj. Natyrisht që fuqia e Shtetit e Bashkuara të Amerikës nuk ka qenë vetëm një fuqi hard, një fuqi e fortë, force, bruto, por ka qenë edhe një fuqi e butë, soft power, pra një fuqi atraktive. Pse? Sepse qytetërimi amerikan, kultura amerikane, kanë qenë atraktive për botën, për njerëzit. Shumë njerëz i kanë parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një destinacion, si një ëndër, ai shining light, shining city on the hill, pra. Gjithmonë ka qenë kjo ide që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë simboli i progresit dhe ne duhet ta ndjekim. Dhe natyrisht që një instrument për të eksportuar këtë fuqi të butë kanë qenë edhe ndihmat e huaja dhe USAID, siç ju thatë me të drejtë. Por ky është një komponent shumë i vogël i fuqisë së butë amerikane dhe nuk besoj që mund të ketë implikime serioze në le të themi në tkurrjen e influencës amerikane në vendet ku është prezente.